shembull e mrekullueshëm që e ka përmendur Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, ku përmend se kur një mëkat mund të jetë më i madh se vetë mëkati që ne kryjmë atë. Andaj sikur se ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, dridhja e zemrës tënde kur era e dridh derën, atë ku kam pas me pëlhura dera apo apo derën se mos po të shet dikush në mëkat, a'dhamu min adh-dhanb. Është më e madh se vetë gjunaja që të bëvë. Apo për shembull, një njeri është të kthyer diçka në telefon që s'bën me kthyer atë. Edhe vjen dikush e mshef atë. Ibn Abbasi ka thonë, dridhja e zemrës se po të shaj është më e madh se çka e kon të kthyer ti atë. Apo dridhja e zemrës se po të nxën dikush është më e madh se çka e kon të kthyer ti atë. Pse? Nga se kjo me kuptuar i tutur dikujt më shumë se Allahu azza xhela atë. E pse lëviz zemra? Pse nuk bëj ke zemra po mshë kur e ke di që tankon Allahu po të shaftë. Apo pse nuk e bëj këtë lëvizje durve? Pse zemra nuk i tha durve hiqe se po të shë Allahu xhela wala. Po kur erdh njëri e hiqe. Andaj ka Ibn Abbasi lëvizja e perdës, mos po të shë dikush që e dridh zemrën, kjo dridhje e zemrës më e madh a'dhamu min adh-dhanb. Kjo është më e madhe se vetë zemra, se vetë mëkati atë. Prandaj e dyta ka Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë farahuka gëzimi që e arrin të bëjë gjuna a'dhamu min adh-dhanb. Është më e madh se vetë gjunaja atë. Më e madh se vetë gjunaja. Sa njerëz për shembull ku t'ja për mundësia mu vetmua dhe me këshyri qka që ka zban me këshyri, gëzohet, shumë që sa së më pengon kërkosh apo, vëllaj që kjo gëzim, që po i gëzosh rrethanave që po të mundësojnë me i bo Allah gjuna, jetë më të mëdhaja se vetë gjuna që ka e të e bo apëta. Këse qka me të po i gëzosh? Po i gëzosh mundësis që tashti po mundesh lirshëm pa pengesa, Allah gjuna me i bo. Dhe kjo është shenjë një zemre të lath, smut, që e ka thith gjunajnë, së është pjesë e saj si për me. Apo, ka çdo kush për neve gaban. Çdo kush për neve është mëkatar, na gjithë bën mëkatin, e rob të Allahut azza xal, jemi njerëz. Po nuk duhet mëkati të jetë banor i zemrës. Por të jetë kalimtar mbi të, nuk ka të futet. Sikurse xhami. A ke pa xhamin? Shiu godet të, apo shiu godet të. Mirë po, ai që është afër xhamit nuk laget. Nuk laget. Pse? Nga se rrshqet mbi të. Shiu edhe nuk jetë më aty, nuk, se mu grumbullu shiu që bjen xham, veç me jetë aty, e thënë di fur xhamit. Po fakti që rrshqet mbi xham, bën që ndoshta me litra shumë të mëra mbi xham, dhe veç bimit të rrshqasin, pika dhe bim poshtë, apo prekin mbi te, po rrshqasin. Andaj kjo është zemra e cila din të reagon përballë sprovave sikur se duhet.